Në një konferencë për shtyp të zhvilluar në Bruksel, kryediplomatja e Bashkimit Evropian Kaja Kallas dhe komisionerja për zgjerimin Marta Kos kanë përgëzuar Shqipërinë për progresin e paprecedent në rrugën drejt anëtarësimit. Ata theksuan se vendi ynë ka arritur të hap 5 nga 6 grup kapituj të negociatave, ndërsa i fundit pritet të hapet në nëntor. Shqipëria ka bërë përparim të paprecedent dhe bashkë me Malin e Zi kryesojnë procesin e anëtarësimit. Shqipëria ka bërë përparim të paprecedent, ka hapur 5 nga 6 grup kapitujt, ndërsa i mbeturi mund të hapet këtë nëntor. Ky rezultat i jashtëzakonshëm është një shenjë e qartë e angazhimit të fuqishëm politik të Shqipërisë dhe aspiratës europiane të shoqërisë së këtij vendi, ku 91% e qytetarëve mbështesin anëtarësimin. Raporti i progresit për vitin 2025 evidenton se lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar ka sjellë rezultate të prekshme, kryesisht përmes veprimtarisë së prokurisë së posaçme SPAK. Korrupsioni mbeti i përhapur në sektorët vulnerabël, i duke i prekur si sferë politike ashtu edhe ato private. Korniza institucionale për parandalimin e korrupsionit vazhdoi të ketë një ndikim të kufizuar dhe koordinimit në zbatimin e ligjit mbeti i dobët. Mangësitë në lidhje me transparencën dhe efikasitetin e kontrolleve të deklarimit të pasurive ende duhen adresuar. Kapaciteti dhe efektiviteti i strukturës së specializuar kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit për të shkatëruar grupet e krimit të organizuar u rrit dhe përdorimi i hetimeve financiare u përmirësua, thuhet në raport. Në fushën zgjedhore, OSBE-ODIHR vlerësoi se zgjedhjet parlamentare të 11 majit ishin konkurruese dhe profesionale, por raporti raportoi disa mangësi, përfshirë përdorimin e burimeve publike dhe mungesën e një fushë loje të barabartë. Përfundimet paraprake të misionit të vëzhgimit të zgjedhjeve të OSBE-ODIHR vunë re se zgjedhjet ishin konkurruese dhe të zhvilluara profesionalisht, por identifikuan disa mangësi, duke përfshirë mungesën e një fushë loje të barabartë dhe abuzimet të burimeve politike. Reforma e pjesëme zgjedhore ndryshoi kodin zgjedhor, por nuk arriti të adresojë një numër rekomandimesh të hershme nga OSBE-ODIHR dhe Komisioni i Venecias. Sa i përket lirisë së medias dhe shprehjes, Komisioni Evropian theksoi se situata mbetet e pandryshuar, pavarësisht se pluralizmi i mediave vazhdon të ndëshkohet nga ndikimet politike dhe interesat e biznesit, duke kufizuar shpesh raportime objektesh dhe debate politike.